Kam bërë 3 operacione, më dhanë 3 ditë jetë. Rrëfimi i prekës i vesës fillova të nxihesha te këmbët. Këngëtarja e njohur Vesa Smolica ka rrëfyer mbrëmjen e djeshme një periudhë të errët jetës së saj, ku i është dashur të jetojë dhomave të spitaleve. Banorja e këtij edicioni të tretë të Big Brother VIP tregoi se në moshë të re nisi të përballej me probleme shëndetësore të cilat i dobësuan shumë imunitetin. Vesa shtoi se pas shfaqjes së simptomave nisën edhe të dukeshin shenja të nxirjes në trup. Ajo vijoi më tej të tregonte se i dhan 3 ditë jetë në spital dhe se ka kryer disa operacione. Kam qenë re kur u sëmura, fillimisht u dobësova shumë, më pas nisën të më shfaqeshin shenja të nxira te këmbët. Gjatë kësaj kohe bëra 3 operacione, mjekët më dhanë 3 ditë jetë. Kur u futa për herë të fundit në operacion, nuk kisha askënd pranë, as mamin as babin, se mamin e kam pikë të dobët. Gjithë mamat na pranojnë edhe me ato gabimet, ka rrëfyer Vesa. Mbrëmja nuk përfundoi me aq, pasi banorja u surprizua nga nëna e saj. Takimi i tyre ka qenë shumë prekës pasi të dyja shpërthyen në lot.